Lavdrimet më të sinqerta i takojnë vetëm Allahut të Madhërisëm. Vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë e falje kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu plot fuqishëm s'ka askush që mund ta humbë. Dhe atë që Allah i madhruar e devijon s'ka askush që mund ta drejtojë në rrugën e drejtë. Dëshmoj e deklaroj se nuk ka asnjë Zot që meriton të adhurohet me të drejtë, përveç Allahut, i cili është një i vetëm, nuk ka ortak. Dhe dëshmoj e deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte i dërguar i tij i fundit, i cili na përcolli këtë shpallje, Kur'anin famlar. Salavatet dhe selamet, lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata besimtarë musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar. Javën e kaluar folëm për një smundje që nuk dhemb dhe nuk matet me aparatura. Kemi folë për smundjen e ngurtësimit të zemrës. Dhe folëm edhe për shenjat me të cilat shfaqen në lidhje me këtë smundje. Folëm për zemrën që nuk shqetësohet më nga gjunahet të cilat i bën. Edhe për zemrën që nuk dëgjon këshillën kur ai këshillohet. Dhe për zemrën që edhe kur dëgjon Kur'anin nuk i zbutet më. Prandaj sot me lejen e Allahut do të vazhdojmë dhe do të shpjegojmë pjesën tjetër të hutbes që ndërlidhet me hapat të cilat duhet t'i ndjekim për të përmirësuar zemrën. Për arsye se ashtu që kemi fol javën e kaluar që ky ndryshim dhe ngurtësim i zemrës nuk ndodh brenda ditës dhe kemi shpjeguar hadithin që fillon pra ngurtësimi i zemrës me mëkatin e parë që i bën një njoll në zemrën tonë, pastaj vjen mëkati tjetër, pastaj mëkati tjetër dhe kështu e ngurtëson zemrën e cila zemër pastaj edhe nuk pranon edhe këshillën edhe Kur'anin dhe udhëzimin në formën në mënyrën e drejtë. Allahu i Madhërisëm vëllezër të nderuar në Kur'anin famlar në surën Yunus thot kështu: Ja ayuhan nas qad ja'akum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi s-sudur. Përkthimi po thot Zoti i Madhërisëm në këtë ajet në Kur'anin famlar, o njerëz. Pra po na drejtohet të gjithë njerëzve. Juve ju ka ardhur këshill nga Zoti i juaj dhe shërim për atë që gjendet në krahërorët tuaj. Thelloni pak vëllezër të nderuar, Zoti i Madhërisëm po thot vërtet na tregon se për atë që ka në zemër njeriu ka shërim. Dhe nga kjo kuptojmë që pra Zoti i Madhërisëm nuk na ka lënë vetëm nga ai aspekti që të na tregoj smundjen dhe të na le të hutuar, po gjithsesi na ka treguar edhe rrugën edhe mënyrën e shërimit të kësaj smundjeje ngurtësimit të zemrës. Prandaj, çfarë do që të ketë hyrë në zemrën tënde, Allahu i Madhërisëm është i gjithdijshëm. Dhe çfarë do problemi edhe situate e rrethane me të cilën mundesh të ballafaqohesh, dije që Allahu i Madhërisëm ka vendosur mënyrën e shërimit të asaj rrethane dhe situate, veç se kërkohet prej teje një përkushtim dhe një dëshirë dhe aktivizim për të ndërmarrur hapat konkret. Prandaj, për të qenë konkret edhe praktik në rrugën dhe në rrugtimin ton drejt shërimit të zemrës, vëllezër të nderuar, unë do t'i përmendi disa hapa. Në fakt 4 hapa që duhet secili prej neve të ndërmarrim nëse dojmë me qenë prej atyre që punojnë apo e arrin me e shëru ngurtësinë e zemrave të tyre. Hapi i parë që është më i rëndësishmi në këtë aspekt është vëllezër të nderuar të pranosh se zemra jote është e smurë dhe e ngurtësuar. Për arsye se nëse njeriu në fakt nëse nuk pranon se është i smur, atëherë edhe nuk e kërkon ilaçin, nuk e kërkon barin për me e shëru veten e tij. Një ashtu edhe me zemrën. Nëse ti nuk para se mja shtru vetes tane pra pyetjen si ta shëroj zemrën time, atëherë duhet mja shtru vetes tënde pyetjen vallë si është gjendja ime me zemrën. A është e ngurtë apo është do gjë në rregull me të. Dhe ma konkretisht
mi ja bë këto pyetje vetes, vallë, apo ndina keq kur po e bëj një gjuna, një mëkat. Dhe apo më dhem shpirti dhe apo ndina keq kur e vënoj namazin, apo më ik ndonjë kohë namazit. Pastaj kur dëgjoj fjalën e Zotit Madhëreshëm, Kur'anin famlar, si po ndi veten, apo më lën ndonjë gjurmë në veten time. Pastaj apo e ndi veten time si i paknaqur dhe nevojën që duhet me ndryshu diçka me veten time, se kjo qysh po vazhdoj me jetu nuk është në rregull. Këto janë pyetje që vërtet secili prej neve duhet me ashtru vetes së tij nëse dëshiron me qenë nga ata të cilët janë në rrugtimin e drejtë karshi shërimit të zemrave të tyre. Prandaj nuk është shumë e rëndësishme me shtru vetes pyetjen çfarë mendojnë njerëzit për mua. Për arsye se kjo është ajo që faktikisht neve ndoshta më shumë na bën të prekupohem çka mendojnë të tjerët, për arsye se në fakt edhe ti ke mundësi ndoshta para të tjerëve mu paraqit i mirë, edhe mu paraqit që je në rregull, madje edhe para antarëve të familjes, edhe të tjerëve në përgjithësi, por dije që brendësinë tane e din Zoti i Madhreshëm. Dhe ajo që gjendet në zemrën tane, Allahu është i gjithdijshëm. Prandaj, pra këtu kërkohet një sinqeritet edhe më i madh me veten tane edhe me Zotin tanë, edhe me ja bë vetes pra pyetjen çfarë gjendje ka zemra ime që askush nuk ka mundësi me ndi. Pra ky ishte hapi i parë që vërtet me e kuptu që gjendja jote nuk është në rregull. Nëse e kupton këtë dhe i ki këto simptome të cilat i përmenda pak më herët, rrethanat dhe situatat tua në bërjen e gjunahit edhe në praktikën në përgjithësi, atëherë nëse e ke kuptu që nuk është në rregull, ky është hapi i parë. Për arsye se para se me e shëru veten, duhet me e bindë dhe me e kuptu veten tane se je në një rrethanë dhe në një situatë që zemra jote është forcu dhe ka nevojë të zbutet dhe të shërohet. Pastaj hapi i dytë që duhet me ndërmarr vëllezër të nderuar është të pendohesh dhe të kërkosh falje. Zoti i Madhreshëm në Kur'anin famlar thot: "Wa tubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Përkthimi thot Zoti i Madhreshëm në Kur'anin famlar në surën An-Nur ajeti 31, pendohuni të gjithë ju tek Allahu o besimtar që të shpëtoni. Dhe pra ky ajet po na urdhron në formë të drejtë për drejtë që besimtari patjetër duhet të ndi nevojën e kthimit edhe pendimit tek Zoti i plotfuqishëm. Për arsye se një nga gjërat që kemi përmend në hadith që e smujnë zemrën është mëkati, gjunahi, dhe ashtu që kemi sqaruar hadithin që çdo mëkat i bën një njoll të zezë në zemrën tënde. Prandaj edhe shërimi i kësaj edhe përmirësimi i kësaj nuk është do të thotë diçka që ndodh për një herë, po është një proces, është do të thotë një rrugtim që ti duhesh me fillu, dhe ai rrugtim fillon me kërkimin e faljes tek Zoti i Madhreshëm edhe pendimi, e kjo nuk kupton që të mjaftohesh me thonë me gjuhë astaghfirullah, kërkoj falje tek ti o Zoti jam, edhe mund dal me kaq, por dije që pendimi dhe kërkimi i falje tek Zoti i Madhreshëm nuk kupton që fillimisht me u pendu pra me fjalën tane, po gjithashtu edhe me zemrën tane, pastaj me ndi pishmallëk si themi në gjuhën e popullit, pra një lloj pendese, pendimi tek Zoti i Madhreshëm për atë gjunah edhe atë mëkat që e ke bë, dhe e treta vendoshmëria jote për mos mu kthy më në atë gjunah, në atë mëkat. Dhe nëse mëkati e ka bë njollën vëllezër të nderuar, taubeja, pra kërkimi i faljes tek Zoti i Madhreshëm është prej mjeteve dhe formave më të mëdha që fillon me e pastru zemrën tënde. Dhe ky është hapi i dytë. Hapi i tretë që gjithashtu është i rëndësishëm vëllezër të nderuar është gjendja jote me librin e Zotit të plotfuqishëm, Kur'anin famlar, dhe përkujtimi dhikri që e përmend Zoti i Madhreshëm vazhdimisht. Këto dy gjëra duhet me qenë pjesë e situatës edhe rrethanës tane në çdo kohë edhe në çdo vend. Pra me qenë Kurani shoqëruesi yt
duke lexuar atë, duke u mundu dhe thellu në domethënien e atyre ajeteve dhe gjithashtu duke pas parasysh mbikëqyrjen e Zotit Madhreshëm edhe me e kujtu Allahun e Madhreshëm vazhdimisht. Thot Zoti i Madhreshëm në Kur'anin Vanart në një ajet në surën Al-Isra, wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Përkthimi, thot Zoti i Madhreshëm, dhe ne shpallim nga Kur'ani atë që është shërim dhe mëshirë për besimtarët. Keni parasysh prap Zoti i Madhreshëm po na bën me dije që shërimi yt gjendet në Kur'anin famlar. Pra, nëse dën me qenë prej atyre njerëzve që po ndjekin hapat e shërimit të ngurtësisë së zemrës tënde, atëre lidhja jote detyrimisht duhet me qenë me fjalën e Zotit Madhreshëm, duke lexuar atë, duke kuptu domethënien e atyre fjalëve të Zotit Madhreshëm, po gjithashtu edhe duke e fut në praktikën tënde, në jetën tënde të përditshme. Prandaj nuk është, edhe këtë e kanë thonë ulemat në përgjithësi, që vërtet zemra njeriut ka nevojë për Kur'anin ashtu që trupi ka nevojë për ushqim. Dhe kjo është ajo forma dhe mënyra e mbajtjes gjallë të zemrës tënde, pra duke u shoqëru vazhdimisht me Kur'anin, fjalën e Zotit Madhreshëm, po gjithashtu edhe me përmendjen, dhikrin e Zotit Madhreshëm në çdo kohë dhe në çdo rrethon, dhe për çështjen e dhikrit kemi mbajt edhe një hutbë të posaçme, të cilën e kemi trajtuar në forma edhe në mënyrën që duhet me pas parasysh besimtari. Për arsye se, vëllezër të nderuar, edhe sa do njeriu me pas pasuri, sa do me pas, do thot, të mirat kësaj dunjaje, argëtime, e joshje të ndryshme, të gjitha këto nuk arrin me e përmbush dhe me plotsu zemrën tënde, për arsye se Allahu i Madhreshëm e ka kriju njeriu në atë formë që ka nevojë të përmbushet me iman të pastër, me zemër të pastër, dhe nëse ai tenton me mbush me diçka tjetër, prap ajo është e zbrazët dhe gjithmonë e ndihen nevojën se diçka i mungon. Prandaj, nëse dojmë me e largu nga vetja jonë këtë ndjenjë të mungesës, atëherë ta plotësojmë atë me kujtimin e Zotit Madhreshëm, me dhikrin e Zotit plotfuqishëm, dhe kjo e plotëson pra atë boshllëk të cilën e ndijmë në jetën tonë të përditshme. Pastaj hapi i katërt që është i nevojshëm me pas parasysh besimtari është që të largosh nga ajo që e smur zemrën. Qa kemi për qëllim me këtë formulim? Vëllezër të nderuar, nëse dojmë me shëru zemrën tonë, atëherë duhet të largohemi nga ato rrethana dhe situata të cilat na e bëjnë që të na ngurtësohet zemra jonë. Nuk mund të kërkosh shërim për një smundje dhe në të njëjtin kohë të vazhdosh ta ushqesh smundjen. Nuk ka mundësi, nuk mundesh me e shëru. Prandaj, nëse një mëkat të ka larguar nga Allahu, dije që duhesh me lanë atë mëkat. Nëse një shoqëri me të cilët ti rrin e sheh që janë duke të çu ka mëkati edhe po të bajnë po të shrin ty me bë mëkat, atëherë dije që ajo shoqëri nuk është e shëndetshme për ty, prandaj duhet të largohesh nga ata. Nëse telefoni yt, interneti apo diçka tjetër që çon vazhdimisht në gjunahe dhe në harame dhe në mëkate, atëherë duhesh të ndryshosh mënyrën se çysh po e përdor atë mjet. Për arsye se edhe një sen që duhet me pas parasysh besimtari është fakti se ndonjëherë shërimi nuk kërkon me shtu diçka në jetën tonë, po kërkon edhe me heq dorë prej disa gjërave nëse dojmë me qenë prej atyre persona apo njerëzve që janë në rrugtimin e duhur ka shërimi i ngurtësisë së zemrave të tyre. Pastaj, atë që duhet ta kemi parasysh, vëllezër të nderuar, në lidhje me shërimin e ngurtësisë së zemrës është se kjo nuk është vetëm një moment emocional, por është një proces, si tham pak më herët, dhe një rrugtim që duhesh me fillu me hapa konkret. Ashtu që ka e përmenëm hadithin e javës kaluar, që vërtet gjunahet, mëkatet, e njëllosin zemrën tonë duke ja ba se cili mëkat një pikë të zezë në zemrën tonë, atëherë duhet ta kemi parasysh edhe përmirësimi nuk ndodh për një herë, nuk ndodh me një hap, por duhet ta trajtojmë veten tonë edhe të mundohemi ta kultivojmë edhe ta mësojmë, ta edukojmë veten tonë në punë të mira, në vepra të mira, që si tham pak më herët në përmendjen e Zotit Madhreshëm, në Kur'anin famlar, pastaj në faljen e namazeve në rregull dhe gjithashtu vazhdimisht duke e largu
veten tonë nga ato vepra të cilat na dëmtojnë. Pastaj dhe me këtë po e përmbyllum vëllezër të nderuar hutben tonë, po du me jau kujtu ngjarjen e javës kaluar që e përmendëm të Fudhejl ibn Ajadit. E keni parasysh dhe kemi tregu se si ai në një moment kur ka qenë duke i kapërcy muret e shtëpive të ndryshme për me shku me ba mëkatin, e dëgjon fjalën e Zotit Madhreshëm në surën Hadid ajeti 16 ku thot Zoti Madhreshëm alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah, përkthimi që është një qortim edhe tërheqje vrejtje për secilin prej neve, ku Zoti Madhreshëm bëhet, a nuk ka ardhur koha që zemrat e besimtarëve të përulen ndaj përmendjes së Allahut. Çfarë bëri Fudhejli? Kur e dëgjoj këtë ajet, unë ndiku shumë jashtëzakonisht, edhe unë dal në veten e tij dhe e ndaloj veten e tij nga ajo punë vepër e keqe për të cilën ishte nisur, edhe tha qale bel an, po Zoti jam, ka ardhur koha dhe është koha që unë me u këshillun nga ato fjalë dhe nga ato kujtime që ti i zbritur në Koranin famlar. Por ku qëndron ajo që ka duhet me pas parasysh ne, edhe pse e ripërsërita këtë ngjarje vëllezër të nderuar, është se nuk u mjaftu Fudhejl ibn Ajadi vetëm me fjalën po mjaftoj Zot, do mjafton do thot, ose ka ardhur koha që unë të këshillohem nga fjalët tua. Nuk u mjaftu vetëm me këtë fjalë, por çka e bëri iniciativen, hoqi dorë nga ato gjunahe dhe harame që i praktikante, nga të gjitha, dhe filloi rrugtimin e tij, dhe duke qenë njeriu që të gjithë e njihnin se ishte më i keqi i kohës së tij, banditi më i madh i kohës së tij, u kthye në një nga njerëzit, robrit më të afër tek Allahu i Madhreshëm. Si u arrit kjo? Nuk arrit me një fjalë goje që ka thonë po ka ardhur koha, por e shoqëroi këtë fjalë me vepër praktike që filloi ndryshimin nga ai moment që është ndiku nga kjo fjalë e Zotit Madhreshëm. Prandaj le ta pyesim edhe ne, edhe unë, ti e secili vetveten tonë dhe të themi çfarë duhet unë të ndryshoj në jetën time, çfarë duhet nga ato gjunahe dhe vepra të këqija të cilat i bëj, me heq dorë nga ato pasi e kuptova se vërtet ka ardhur koha që unë të këshillohem nga fjalët dhe këshillat dhe përkujtimet të cilat Allahu i Madhreshëm ka zbritur në Kur'anin famlar. Për arsye se, si tham pak më herët, vëllezër të nderuar, zemra nuk shërohet vetëm duke dëshiruar shërimin, vetëm duke shpresuar, duke pas qef, po kërkon iniciativë, hapa praktik, konkret që ti duhesh mi ndërmarr në jetën tënde. Secili prej neve e tani vrehet edhe përmirësimi edhe ngritja jonë. Dhe vërtet, pra hapi ma i veçantë për secilin prej neve dhe i domosdoshëm që duhet me pas parasysh që themi, ishte ajo që të kuptojmë se gjendja jonë nuk është në rregull dhe duhet të ndërmarrim hapa konkret për të përmirësuar veten tonë. Lutim Allahun e Madhreshëm me na bën nga ata të cilët vërtet këshillohen nga fjalët e Zotit Madhreshëm, edhe të na bëjnë nga ata të cilët i kthehen atij sa më parë. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.